Ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ishte i dërguar i Zotit, ai kishte qëllime të larta. Ai kishte ambicie të larta në këtë botë edhe në botën tjetër. Të nderuar xhamatli, ambicjet, dëshirat, qëllimet e larta ishin kërkesë e të gjithë profetëve. Ishin kërkesë dhe janë kërkesë e njerëzve të mirë dhe njerëzve të sinqertë. Shikoni jetën e pejgamberit alayhis salam. Një hadith që e transmeton Abdullah ibn Amr ku thot, ka thënë i dërguar i Zotit: "Idha sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayhi." Kur ta ndëgjoni muezinin se është duke thirrur ezan, thuani ashtu si thot muezini dhe pas kësaj bini salavat mbi mua, se ai i cili dërgon një salavat, Allahu i dërgon 10. Pas kësaj kërkoni vesilën për mua. Vesilja është një vend i vetëm, është një vend që Allahu Azza wa Jall e ka përgatit vetëm për një rob të vetëm. Thot pejgamberi alayhis salam, unë shpresoj të jam prej tij. Atëherë, ai që më lutet mua për këtë, do t'i lejohet ndërmjetësimi dhe do t'i lejohet shefati jam në ditën e gjykimit. Ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ishte i dërguar i Zotit, ai kishte qëllime të larta. Ai kishte ambicie të larta në këtë botë edhe në botën tjetër, për të qenë në Xhennetul Firdaus, në xhenetin më të lartë të Allahut te bareke ve teala. Dhe kjo vllazni është një udhëzim për çdo besimtar dhe besimtare. Është udhëzim për çdo besimtar dhe besimtare që ai mos të ndalet me dëshirat e tij dhe me qëllimet e tij, të cilët i ka. Musa alayhis salam, ky profet i madh i Zotit, dhe e dimë se Musa alayhis salam ishte kelimullah. Allahu i kishte fol Musa alayhis salam. Mirë po, Musa alayhis salam nuk u kënaq me kaq. Pas një kohe, çfarë i kërkoi Allahut? Rabbi arini anzuru ilejk. O Zot, në rregull, ti më fole mua, ama mundëson që unë me pa fytyrën tënde. Ambicie e lartë e Musa alayhis salam, dëshirë e lartë që dëshironte të arrinte Musa alayhis salam që ta shehte fytyrën e Allahut. Allahu na mundësoft ya Rabbil alamin. Sulejmani alayhis salam në vazhdimsi e bën të një dua, cila ishte vllaznia ajo? Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. O Zot, më fal mua, më fal gjunahet e mua. Amo ma mundëso të kem një sundim të madh që askush nuk e ka pas në rruzull të kësor. Innaka antal wahhab, se ti je dhuruesi më i madh o Zot. Ai u përgjigj Allahu kërkesës, ambicjes, dëshirës dhe qëllimit të Sulejmanit alayhis salam, po vëllazër. Allahu Azza wa Jall ju përgjigj Sulejmanit alayhis salam. E bëri sundimtar, sundim të madh i dha. Sa që bota nuk ka njohur dhe nuk do të njeh sundim më të madh se sa që ka pas Sulejmani alayhis salam. Ja nënshtroi erën që me urdhën e tij të frynte era ka të donte dhe ja nënshtroi gjithashtu edhe xhenet.